Shkelja e disa pikave të kontratës nga punëdhënësi, si dhe mosmbajtja e premtimeve për rritjen e pagave ka shkaktuar revoltë e minatorët e Bulqizës. Kompania turke Yildirim Holding u ka kërkuar minatorëve të punojnë edhe të shtunave, ndërsa këta të fundit prej 5 ditësh kanë bojkotuar punën. Minatorët thonë se kushtet e punës nuk janë as pak të mira. Kërkojmë drejtat tona, rritje pake edhe shtuna janë dakord për punë. Kontratë kemi pas për jo. Tani duhet me bë 2 shtuna duhet me na i bë punë. Rritje pake jo, vetëm na shfrytëzojnë maksimum. Kushtet e punës si keni? Cop janë. S'kemi kushte kërkuni. Asi gjë. Pas na plotëson kushtet, pas na rritje pake. Shtunat mos meritohet për punë, nuk kemi dakord me fillu punë. Kjo është e disata herë që punonësit e kompanisë Yildirim Holding protestojnë për të drejtat e tyre. E njëjta kompani ka në administrim edhe uzinën e ferrokromit në Burrel, metalurgët e së cilës kanë bojkotuar shumë herë punën për mosbatim të kontratës nga kompania turke.